Muaj më parë në qytetin bregdetar të Vlorës nisi një projekt I cili me bujë të madhe parashikonte të jepte fund gangrenës së kanaleve kulluese që derdhen në det. Në zonën e ujit të ftohtë pranë një stacioni pompimi u rehabilitua kanali I parë I ujrave të ndotura, por projekti I nisur, I cili parashikonte rehabilitimin e kanaleve të ujrave të ndotura në det, si dhe përmirësimin e situatës së tyre vizive, shumë shpejt mbeti në letër. Firma 2T, e cila kishte marrë një buxhet për rehabilitimin e çdo kanali përgjatë lungëmarrjes, pas përfundimit të rehabilitimit të kanalit të ujrave të ndotura tek stacioni pompimit, pezulloi punimet. Këtu projektet bëjnë 2000 ata, ujë derdhet net, ujë qelbur ky, ujë me të ujrave të banjave. Erdhi sezoni, edhe sezonari këtu që më tepër ujë do ketë, se lajnë e shplajnë për pallate, ujë këtu të vjen. Asnjë do shtohet po, që duhet sa më para jo. Po s'ka për të bërë, s'është I pari vit ky, që vjen me ari. Kjo ka 10 vjet kështu. Kanalet kulluese të cilat sjellin në det ujrat e bardha të larta të ndotura po ashtu vazhdojnë që të jenë të parehabilituara. Për qytetarët e Vlorës është tepër I rëndësishëm vazhdimi I projektit për rehabilitimin e tyre, për shkak se shumë shpejt do të jemi edhe në sezonin turistik. Qytetarët thonë se është domosdoshmëri rehabilitimi I kanaleve kulluese për të garantuar pastërti në Bregdet e mbi të gjitha, një pamje më të mirë vizive në sytë e pushuesve të huaj. Po si nuk duhet jetë pastër qyteti, fshatje, jo vetëm qyteti. Këtu sa vite ka, po unë kam bërë llogari sa vite, di që vinë era në çdo kohë. Ka ja 10 vjet. Edhe përpara 10 vjet. Po kur vinë votat, bëjnë vot premtime, bëjnë çdo gjë ata të shkret. Edhe më në fund marrin votën edhe tu njëtjet ato. Ato e din ata ku dim ne jemi punëtor. Ne kemi punuar një jetë me traktor të kuq, edhe më dhanë 130.000 lekë. Jo, këta bën një ndërhyrje atje tej. Është me gjithë mund ndërhyrje mirë, sakt. Kanë bërë një disiplinim të ujrave zesa. Dhe thanë do vazhdojmë, nuk vazhdojnë më. Kush u kërkon llogari që do vazhdojnë? Para ti marrë një vend xhep, po, nuk u kërkon njeri llogari e bëre apo se bëre. Duhet të ketë detyra, qoftë në bashki, qoftë më çdo vend, po nuk pati detyra, nuk punon njeri. Firma 2T prej muajsh e ka përqendruar punën në shëtitoren lungëmare. Kjo firmë nuk është era e parë që pezullon projekte në qytet, pasi më herët të pezulluara ka lënë edhe projektet e rehabilitimit në ujin e ftohtë apo rehabilitimin e pjesës fundore të Lungëmare 2.